Elton Iliriani flet për gjendjen shëndetësore të parashqevis Simakut gjatë një interviste me Blendi Fellziun, teksa thekson se ajo është në një situatë më të vështirë dhe rrezikon që të kthehet në të pastri. Ai thot, parashqevja është në një situatë më të vështirë sepse kanë kaluar 11 muaj dhe nuk ka asnjë përmirësim. Ajo nuk merr as mjekim, doli nga spitali, nuk është mirë. Një njeri që rri gjithë ditën në shtëpi, nuk ka motivim, që thot inteligjenca artificiale më ndau. Ajo është ndarë, por nuk pranon që është ndarë. Përveç GoFund, për para 11 muajsh, ajo nuk ka marrë asnjë ndihmë tjetër. Ka qenë zotri Kadri Morina që ka paguar për qiran e shtëpisë së saj deri në janar të vitit 2026 dhe që nga 1 shkurti i 2026 do të kthehet atje ku ishte sepse ajo nuk ka as ID që mund të aplikoj për ndonjë punë. Unë mendoj që ndihma ime ka qenë maksimale, duke folur dhe me persona që kanë ofruar shtëpi këtu në Kavaj. Ajo që i duhet asaj është ndihma e shtetit shqiptar për të bërë të mundur që të shkoj dhe të marrë mjekimin e duhur dhe të bëj letrat, të bëj ID-n amerikane dhe të bëj ID-n shqiptare, dikush të vi dhe të merret me këtë zonjën, thot Iliriani.